Gëzuar Martin Leka. Jara mbrëmja dhe u takuam në Close Friends dhe thoshte miku yt, poeti Teodor Keko. Kështu e ka një poezi. Kujtimi i bukur. Kam disa njerëz të dashur që të cilëve nuk u kam pranuar asnjëherë vdekjen, ndër të cilët është vllai im i vogël. Ju jeni puthur në seancën gjyqësore me Anilën, me Blue Saxin bëj Blue Sex pastaj, sepse duhet të dukesh e seksi. Nga Blue Sax në Blue Sex. Lalieri Pirakit e 313. Fatos Nano pinte gjin, ndërsa ti pije Martini, figurativisht. Emrin tënd, vetmin tënde, trishtimin tënd, Martin. Vetëm Ben Blushi ka shpëtuar nga burgosja. Po tani gjithë s'do shkonin? Me Fatos Nanon, ke komunikim tani? Kam. Rrallë tani, se ai... Mua më duk se kur Fatos Nanon u tërheq më shpejt se sa duhet. Po pa dyshim. Big Brotheri pas ka ekzistuar që në kohën e diktaturës me Hostenin. Martin Leka pse s'u bëre oligark ti? Të kanë propozuar për të bërë deputet në 97-ën? Në 97-ën, kur bëhej edhe drejt si deputet, as mos ki lakmi as një lloj miliarderi në fund, kur ta ketë shkruar ai, të njëjtën sipërfaqe provën e Dokeni, 2 metra katror. Nuk e kam thënë që jam piktor dhe nuk jam piktor, po unë pikturoj. Është ky. E ke bërë fiks. Çfarë pengu ke me qeverisë periudhës? Çka ka ndodhur? E masakroi shiku, e rrau, shkoi në spital, edhe është. Do flasim për krye piktorin ton, Edi Ramën. Në fakt, përpara atit, unë kam njohur krye skulptorin. Personazhi Edi Rama tek ty në vitin 97? Po, kur e Çfarë rra. të sjell në mendje kur e rran? Me Ben Blushin, morëm atë Skodën, e me Nikolli Ram gjithandej, nuk gjetëm gjë. Aman i themi kanë rrahë Edi Ramën, na jep tetanosën, s'ka spitali. Sali Berisha gjithmonë e ka thënë këtë. Mund të ketë thënë e ka rrahë vllai vet. E ka rrahë vllai vet? Vllai vet, për unë si ndoshta. Mua më dukesh si drejtori i përjetshëm i RTS-s. Kur kam lënë detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar, ja kam lënë pasardhësit Arkën me 6 milion euro plus. Në atë institucion nuk vlerësohen taftët. Fajet nuk i kanë ata, i kanë këta që i vënë. Kur bën zapping, ndalon tek kanali RTS1 HD? Jo.